dy janë elementet kryesor të cilët ndikojnë në vështirësinë për të fjetur gjumë ose për të filluar gjumi. Njëra nga ato është hormon dhe quhet melatonin, ndërsa tjetri është neurotransmetues në tru dhe quhet adenozin. Cilat janë arsyet që zhballancojnë këto dy përbërës, këto dy element kryesor të gjumit. Për këtë do flasim në këtë video, si të shmangim ato dhe si të kemi një gjumë të qetë. Janë 4 shtylla kryesore në të cilët bazohet ose qëndron shëndeti gjatë gjithë jetës sonë. E para është ushqimi kryesori, i dyti sipas radhës vjen gjumi, i treti është stresi dhe i katërti është aktiviteti fizik. Nëse një nga këto nuk funksionon mirë ose çedon që i themi neve, atëherë sigurisht që ne do kemi një sëmundje, do kemi probleme, do jemi të sëmur realisht dhe do kemi një jetë të shkurtër. Jo më kot ne harxojmë 1/3 e jetës sonë, rreth 30% e jetës sonë ne harxojmë duke fjetur. Pikërisht sepse gjatë gjumit truri jon punon 24 orë, 365 ditë në vit, nga lindja deri në vdekje. Edhe merr dhe 20% të energjisë, të gjithë energjisë ne prodhojmë në trupin tonë, pikërisht sepse ky gjumë është kaq shumë i rëndësishëm për funksionimin normal gjatë gjithë ditës sonë. Përshëndetje miq, unë jam Vali. Këto videoja të gjitha janë ndihmojnë të kuptoni sa më thjesht mjekësinë, që edhe juve vetë të bëni mjeku i vetvete, sa unë të dini sa më shumë gjëra, të kujdeseni sa më shumë për veten tuaj. Pagjumësia prek në popullat është rreth 20-25% e të gjithë njerëzve. Mjekët mund të thonë se janë 10 arsye, mund të fillojnë është kjo arsye, sigurisht janë 30, 40, 100 arsye të ndryshme, por ne do fokusohemi sot vetëm ke dy arsyet kryesore, nga të cilat rrjedhin gjithë problemet e tjera. Është një si tip zinxhiri. Fillon diku dhe pastaj tjera. Pra ne do shkojmë ke fillimi, ke qendra ose ke fillimi i gjithë problemit që shkakton pagjumësinë. Siç u thash, dy janë arsyet kryesore. E para është hormoni melatonin. Është një hormon i cili prodhohet nga qendra e trurit. Brenda trurit në qendër fare ndodhet një gjendër që quhet gjendra pineale dhe kur ka errësirë, kur është ritmi ditë-natë me diellin dhe me errësirën dhe kur ne mbyllim syt, me fjalë, kjo gjendër ndjen errësirën dhe fillon të prodhojë këtë hormon, prodhon melatoninën. Ky hormon ka pararendës ose ky prodhohet, gjithçka është në reaksion. Është një diçka dhe prodhon diçka tjetër. Është një reakcione biokimike. Pra, melatonina si hormon prodhohet ose ka pararendës serotoninën, që folëm ke video e kaluar, është një neurotransmetues që është shumë ndikon shumë në depresionin. Shikojeni vitin e kaluar, është jashtëzakonisht i hollësishëm me gjithë informacionin. Serotonina vetë prodhohet nga zorët. Pra ne duhet të marrim ushqim me aminoacid dhe sidomos me triptofan, i cili gjetet më shumic në mish. Shumë pak në bim, po vetëm në mish. Pra duhet të ham se s'bën mish në mënyrë që të marrim këtë aminoacid triptofanin dhe ky triptofani shndrohet në hormon serotonin në zor. Kjo serotonin shkon në tru dhe kryen funksione të ndryshme si neurotransmetues dhe në rastin ton konkret shndrohet nga serotonin shndrohet në melatonin. Pra pa ushqim stazor nuk do kemi shumë pak serotonin dhe mëlçia do prodhoj një çik serotonin dhe sa më pak serotonin do kemi më pak melatonin dhe kemi më shumë vështirësi për të filluar gjumë. Kur erësohet dhe kur ne mbyllim syt, fillon prodhimi i melatoninës, e cila vepron në trup në dy mënyra të ndryshme. E para ul temperaturën e trupit tonë. Kjo është mënyra natyrale dhe pse ne fillojmë të ndjejmë gjumë. Është e njëjta gjë që ndodh edhe në natyrë kur erësohet, temperatura bie. Është e njëjta gjë me trupin ton dhe në të gjitha kafshët e tjera. Ulja e temperaturës nxit fillimin e gjumit. Po ashtu melatonina vepron me anë të receptorëve të saj. Ka 2 receptorë në trup, M1, M2, nuk ka rëndësi ti mbani mend, po dohën melatonina në trup vepron ke shumë qeliza, ke shumica e qelizave në trupin ton, të cilat i detyrojnë ato të bëhen të ndjeshme ndaj insulinës, pra të thithin insulinë, të pranojnë insulinë brenda. Duke thithur insulinën, qelizat e trupit ton marrin me vete, sigurisht detyra e insulinës është të marrë me vete glukozën, ta heqë glukozën nga gjaku dhe të fusi glukozën brenda në qeliza. Sa më shumë dohon të ulet të iki glukoza, sheqeri nga gjaku, aq më pak insulin do kemi në trup. Duke ulur insulina, ne do të aktivizojmë sistemin parasimpatetik ose sistemin qetësues, relaksues. Dhe sa kur rritet insulina, rritet sistemi
si më thënë, aktivizues ose ngacmues për reagimin, alarm, gatishmëri, fokusim, Pra, në këtë rast, me fjalë, melatonina duke ulur insulinën do japi një farë qetësimi dhe relaksimi në trupin tonë. Pra, nëse para gjumit ne do do rrisim glukozën e gjak, rritet insulina, kjo do të prodhoj fronimin e melatoninës. Melatonina është në përpjestim të shdrejtë me insulinën dhe me kortizolin. Pra, kur kemi rritje të melatoninës, duhet kemi ullje të insulinës e të kortizolit. Kur kemi ullje ose rritje të insulinës, do kemi rritje të kortizolit, të stresit, hormonit të stresit, dhe do kemi ullje të melatoninës. Pra, kjo është arsyeja kryesore pse ne jemi mire bukur në darkë, me fjalë, duke parë diçka ose duke folur me të tjerët, i fusim një të ngrënë, çik të rënd, me fjalë, me karbohidrate, tentojmë të shkojmë të flemë gjumë dhe na fillon një farë stres, një farë ankthi dhe kemi një temperaturë të lartë ose ngrohtësi në trup, me fjalë. Është pikërisht kjo, me fjalë, sepse ne kemi aktivizuar sistemin simpatik. E dyta, në qoftë se ne nuk marrim ushqim shtazor, siç e thash, do kemi mungesë të triptofanit, të aminoacidit triptofan, mos prodhim të serotoninës dhe do kemi mos prodhim të melatoninës. Kjo do sjellë rritje të kortizolit, si thash, ulet melatonina, rritet stresi, duke u rritur stresi, rritet glukoza, sepse hormoni i stresit nxjerr glukozën e gjatë, do rritet glukoza, rritet insulina, aktivizohet sistemi nervor simpatetik. Kemi gjendje alarmi, kemi gatishmëri, kjo është pagjumësia. Pra ne jemi të zgjuar. Kjo është mekanizmi kryesor që vepron në trupin tonë dhe që shkakton pagjumësinë, vështirësinë për të fjetur gjumë ose zgjimet e herpaseshme. E dyta, siç e thash, është një neurotransmetues, quhet adenozin. Adenozina vepron në trup, i cili mbani mend dopaminën. Siç e thash, dopamina është hormoni i aktivitetit, i mbajtjes gjallë, i rewardit ose i shpërblimit, kur thonë. Dhe kur vin darka, me fjalë, dhe ne rishqirojmë adenozin, neurotransmetuesi tjetër adenozin, i cili bllokon këto receptorët e dopaminës. Pra dopamina bie dhe fillon qetësimi dhe ne tentojmë të flëmë gjumë në këtë raste. Kjo është efekti që bën adenozina, jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Ç'ndodh? Kush e bllokon këtë adenozin? Është kafeina. Kafeina që ndodhet edhe ke kafja, edhe ke çaji dhe shumë pak në përbërës të tjera ose në ushqime të tjera. Po kryesisht është në kafe, edhe në çaj. Ç'a bën? Kur ne pim kafe ose çaj, me fjalë, ne realisht kafeina ose kjo molekula e kafeinës është e njëjtë, është pothuajse e njëjtë si adenozina në pamje ose në veprim të saj. Dhe ç'a bën, duke qenë e lartë në gjak, me fjalë, kafeina do shkojë dhe do bllokojë receptorët në vend të adenozinës. Pra, adenozina nuk arrin dot të prodhohet ose nuk kryen dot funksionin e vet, sepse i ka zënë vendin kafeina. Dhe kafeina ka një kohë zgjatje në trupin ton ose një gjysmëjetë, që i thonë gjysmëjetë biologjike, nga 4 deri në 6 orë në njerëz me pa probleme shëndetësore. Nëse ata që kanë probleme shëndetësore mund të shkojë deri në 10-11 orë. Pra, ç'a ndodh? Gjysmëjeta është kur nëse ne pim një kafe dhe ka 200 mg kafeinë aty brenda, pas 4-5 orësh ne do kemi në trupin ton akoma 100 gram. Dhe pas 10 orësh do kemi 50 gram dhe pas, si më thënë, 15 orësh do kemi 25 gram. Pra, duhet një kohë gjatë që kafeina të metabolizohet ose të shkëputet ose të çlirojë këto receptorë, të lë adenozinën të veprojë. Kjo është arsyeja pse rekomandohet shumë dhe që kafja të mos pihet pas kalon mesdita. Pra, kafe në mëngjesit, 1 ose 2 kafe, një në mëngjes, një në punë me shoqërinë ndoshta, po pastaj në bazë nuk rekomandohet kafe. Nëse ju dilni, ne kemi një traditë në Shqipëri që ne konsumojmë kafe më shumë se vendet e tjera të botës. Nëse ju dilni dhe doni të konsumoni një kafe, 2 mënyra që unë duhet rekomandoj, nëse nuk e hiqni fare. Duhet ta hiqni, por nëse nuk e hiqni dot. E para, një kafe të shtrydhur dhe e dyta, dikaf. Do të jetë pa kafe, pa kafeinë. Ka vende, ka lokale ndoshta që kanë dikaf, mënyrë alternative. Tjetër
Kjo është arsye pse ne midjes pim kafe, sepse duke pirë kafe ne bllokojmë direkt adenozinën dhe ndjehemi të zgjuar, ndjehemi të përqendruar me fjalë fokus, ndjehemi sikur kemi më shumë energji. Studimet tek personat me pagjumësi kanë provuar, jo kanë treguar, por kanë provuar, sepse shkaktojnë dementia, dëmtimin e kujdesës në 1/3 e rasteve, 33%. Kanë ulje të përqendrimit në 35% të rasteve, ulje e zhdrivillësisë ose e shkathësia ose lëvizshmëria e muskujve, uljet me 42%, goxha shumë, dhe kemi një vështirësi në logjikim ose në arsyetim në pothuajse 51%, më shumë se gjysma. Janë vlera alarmante, për çdo lloj studimi që është bërë deri më sot. Edhe vetëm një natë pa gjumë me fjalë do të shkaktoj efekte dhe insulin rezistencë të përkohshme, por e mira është që kur është një natë me fjalë mund ta kompensojmë me një gjumë të mirë natën tjetër dhe do të zhbëhen këto efekte. Arsye të tjera të shpeshta me fjalë janë ata që pinë në mënyrë të shpeshtë alkool, ata që pinë cigare, nikotina po ashtu zvendçon acetilkolinën në tru, kryen të njëjtin funksion si kafeina ke adenozina, stresi, sepse këto veprojnë direkt në tru, stresi me anë të kortizolit, siç u thash. Gabimisht dhe fatkeqësisht pacientët, por edhe mjekët, i bien shkurt dhe rekomandojnë ilaçe për gjumin e shpejtë edhe si më thënë, mesh të duash vetëm të floj gjumë, s'ua gjë tjetër. Janë efekte jashtëzakonisht shumë të dëmshme këto ilaçe, sepse veprojnë direkt në tru, dhe çdo ilaç që përdoret në tru zhbalancon atë ekuilibër biokimik që natyra ka krijuar me miliona vjet. Ne ndërhyjmë nga jashtë në mënyrë të zgjuar dhe marrim në qafë në gjendjen tonë mendore. Kush janë këto ilaçet? Më të shpeshtat që përdorin ato ilaçe quhen antikolinergjik. S'kani vetëm mbani mend, po që ato shkaktojnë dëmtime neurologjike, shkaktojnë demencia, shkaktojnë depresion, ndryshime të sjelljes, dhimbje të rrugëve nervore në trup, kudo ku ato kalojnë. Pra, po ju përcaktoj ose po ju them më të shpeshtat në mënyrë që të keni një ide për këto. Është grupi dipenhidramin. Ju i keni dëgjuar, i bleni në pa recetë bile, si është Tylenol PM, Advil PM, Zezquil, Unisom, Somnapure, janë ato që quhen Sleep Aid, Nytol, Equate. Fatkeqësisht, mbani mend, këtu hyn edhe Benadryli, i cili përdoret jashtëzakonisht shumë dhe akoma më keq jepet edhe ke fëmijët, gjoja për të qetësuar ata, për të fjetur gjumë. Kur mos i jepni Benadryl fëmijëve, asnjë lloj ilaçi për gjumë. Tjetër grup janë amitriptylina ose Elavili, Doxepina, Sinequam ose Silenori, Hydroxyzina, Visartril dhe Atarax, Seroquel, Quetiapin, Trimpramin ose Surmontil. Po i lexoj si emra dhe që ti keni parasysh nëse i meni këto dhe fjalë për treguar që janë të dëmshme. Këto i krijojnë dëme. Do ishte mirë që të bashkëdoni me mjekun tuaj dhe të thoni që alternativat e tjera. Ilaçet që rekomandohen dhe janë më të mira ose që nuk krijojnë shumë efekte anësore ose dëme, po jo në mënyrë të përhershme, në mënyrë të përkohshme, derisa ju të rregulloni problemet e gjumit. Është melatonina, por kjo duhet marrë mbi moshën 30 vjeçare. Kujdes sepse gabimisht merret edhe në moshën e re, mos e merrni, mos u japni fëmijëve, mos e japni të rinjve, me fjalë. Mbi moshën 30 vjeç, përkohësisht me doza nga 1 deri në 5 mg. E dyta është që quhet GABA, është njësoj si një neurotransmetues të tru. Dhe e treta është magneziumi, përdoret rregullisht, sa di unë që merret, po që jo në kohë të gjatë gjithmonë. Doza duhet të jetë 200 deri në 800 mg, jo në kohë të gjatë. Përpiquni të rregulloni problemet e pagjumësisë dhe përkohësisht mund të përdorni ndihmës ose stimulus të tillë. Sot në botë i kushtohet shumë vëmendje asaj që quhet higjiena e gjumit, pikërisht për të shmangur marrjen e këtyre ilaçeve dhe dëmeve që ato shkaktojnë. Po ju përmend disa nga këto, me fjalë, ju mund të bëni 1, 2, 10, sa të mundi nga këto, gjithçka do ju ndihmoj. E para, jo më kafe 8 deri në 10 orë para gjumit. Pra nëse jemi me familje, siç u thash, një kafe të shtrydhur ose me decaf. Edhe në këtë rast 4-5 orë para gjumit, jo menjëherë para gjumit. Jo alkool,
4 orë para gjumit. Ndoshta pak verë është më e mirë se bira dhe rakia. Unë s'e rekomandoj asnjë lloj alkooli. Çdo lloj alkooli është i dëmshëm, po nga ato që janë, vera është diçka më e mirë, po sigurisht pak use gote. Jo për ditë. Gabimisht, sidomos femrat përdorin çik alkool para gjumit se thonë më ndihmon të flesh gjumë. E vërtetë është që të ndihmon të flesh gjumë, por shkatron të gjithë arkitekturën e gjumit, gjithë stadiet e gjumit, gjumin e lehtë, gjumin e rëndë. Do kemi urinim më shpesh, siç u thash, do kemi shumë zgjime dhe të nesërmen do jetë një ditë e lodhshme. Ju e keni provuar sa herë, besoj se keni zënë mend. Mbani temperaturën e dhomës diku ke 18-20 gradë Celsius ose edhe më poshtë. Sepse këtu do ndihmojnë në efektin e melatoninës, e cila këtë efekt kryen, një nga efektet kryesore ul temperaturën tonë trupore. Jo ushqim 3 deri në 5 orë, kam thënë edhe herë të tjera për problemet e tjera të diabeti që ushqimi duhet të sa më gjatë ose sa më larg kohës së gjumit, sepse stomaku jon do 3 deri në 5 orë që të zbraset pas ngrënies. Ju kam shpjeguar këtë, ke urthi, ke gastriti, ke ulçra ose ke kanceri i stomakut, kush janë mënyra se si duhet mos ham para gjumit. Sepse ne kështu do shmangni edhe nxitjen e sistemit nervor simpatik, dhe gjithashtu flini majtas në qoftë se hani brenda këtij orarit ose 2 ose 1 orë para gjumit. Jo më lëngje 2 orë para gjumit. Përpiqni të shmangni ujin, gjithçka tjetër, me fjalë, jo para gjumit, 2 orë të paktën. Sepse do ulni urinimin e tepruar ose të shpesh gjatë natës, të cilat krijojnë zgjime dhe zgjimit prish arkitekturën e gjumit. Jo më televizor ose celular 1 orë para gjumit. Kjo është rregulli 3-2-1, jo ushqim 3 orë, jo pije 2 orë, jo 1 orë elektronike. Dhomën mbajini të errët, këto rekomandimet e tjera janë të thjeshta, një dhomë të errët me perde, sepse kur ndjen errësirë dhe kur mbyllni syt, me fjalë bëni një frymëmarrje normale, fillon prodhoni melatonin. Nuk e nevojë ta blini në dyqan, mbyllni syt edhe do fillon të krijohet melatonina. Në qoftë se ju keni fëmijë të vegjël ose të moshuarit, u duhet ndonjë dritë, përdorni dritë të kuqe, jo dritë blu, jo dritë të bardhë, jo LED, LED me fjalë, po përdorni dritë të kuqe. E kjo nuk e gacmon, nuk zgjon ose nuk krijon stres. Përdorni tapaveshësh, në një ventilator, në një zhurmë në sfond të lehtë, me fjalë, dikush dëgjon në një podcast, me fjalë si quhet white noise. Këto përkohësisht gjithmonë ju a them, jo të mësoni ose të përkëledheni me të përdorni të rjetën, me fjalë. Këto gjithçka janë përkohësisht derisa t'rregulloni regjimin e gjumit. Dhe kur zgjoni në mëngjes, me fjalë, përpiquni të keni një gjysmëore kohë në dritë diellore, me fjalë, sepse do në rregulloni ritmin biologjik, një shëtitje në jashtë, ose shkoni bëni pazar, ose pina të kafe në balkon, ose një stërvitje, se që thash rregullon regjimin. Pra, si përfundim për pa gjumësin, shmangni kafen, çajin pas mesit të ditës, dhe ushqeni me prodhime mishi në mënyrë që ne të marrim triptofanin, aminoacidin triptofan ose proteinën triptofan, e cila shndërrohet në serotonin, serotonina do shndërrohet në melatonin dhe melatonina do na jap mundësi që të flëm gjumë. Një përvojë personale që ndoshta punon për ata që duan një përmirësim të menjëhershëm brenda ditësh për pagjumësinë, me fjalë. Kjo është e imja personale. Pra unë zgjohem për ditë në një orar të caktuar, me zile, sigurisht me zile celulari, ne nuk kemi çelës të flëm gjumë, po kemi këtë çelë që doan që të zgjohemi nga gjumi. Pra pavarësisht, më ka ndodhur që kam fjetur vetëm 1 orë gjumë, për shkak të problemeve të ndryshme, 1 orë gjumë, por aman jam zgjuar, pavarësisht se më dua më shumë gjumë. Atë ditë kam ndonjë pa fjetur, të nesme në darkë, sigurisht që më është rregulluar gjumi. Mund ndodhi 1 ditë, 2 ditë, 3 orë, 2 orë, 4 orë, të jeni sigurt brenda 3-4 orësh ju do flini si qënq. Pra, mbani çdo ditë 1 orë të caktuar zgjimi, pavarësisht qoftë edhe të jetë weekend. Për shembull, zgjoni gjithmonë orën 6:30 edhe në weekend. Mos flini gjumë, mos remisni, mos u mbështesni gjatë ditës, kur doni mbështetje çoni bëni një atë gjimnastikë, ju kam thënë tërkohës. Gjithë studimet e viteve të fundit kanë treguar përmirësime të qëndrueshme, të mëdha, sigurisht edhe kur duke bërë dietën keto, sepse duke bërë dietën keto ju do keni prodhime shtatësore, do merrni më shumë triptofan, aminoacide, proteina dhe do krijeni më shumë melatonin.
Mos harroni të subscribe, like dhe bëni koment për çdo lloj problemi që ju dukeni për shëndetin tuaj. Ju uroj një gjumë të qetë dhe një ditë të mbar. Mirupafshim.